Kandidati i Partisë Socialiste Besmir Lesha zhvilloi një takim të frujtshëm me përfaqësues të shoqërisë civile në Shkodër, zëra aktiv dhe të palodhur në mbrojtje të interesit publik dhe forcimin e demokracisë vendore. Gjatë takimit, Lesha vlerësoi rolin kyç të shoqërisë civile në zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit dhe u zotua për bashkëpunim të ngushtë me ta në realizimin e vizionit për një Shkodër më të drejtë, më të përfshirë dhe më moderne. Edhe isha do të kena mundësi të bëna të krijojmë një akses për me rrit aksesin tuaj për ato projekte që u merrni, lidhje edhe me bashkinë që është sot faktori kryesor, edhe në lidhje edhe me aksesin jo vetëm në Shkodër, por të rrisin qarkut Shkodër, duke pas parasysh që ato njerëz nevojë që ju jeni përkrah tyne edhe i shërbeni, nuk janë vetëm në Shkodër, janë gjithandaj. Vërehet që nuk ka një qasje ose një vullnet të mirë për të krijuar një ambient ligjor ku të zhvillohet shoqëria civile. Në mënyrë që në fund ditë qëllimi i përbashkët është që të përmirësojmë qeverisjen. Më pëlqen shumë shprehja është që nuk duhet të ketë kompleksim për shoqërinë civile sepse në fund ditë qëllimi jo nuk ka më marr pushtetin. Pra jena aktor që synojmë përmirësimin, kështu që shpresoj që ky komunikim vazhdojnë, ju njohim personalisht, jeni të mrekullueshëm. Votoni të rinj sepse ja ku janë ishin të rinj me eksperienca të ndryshme, edukime të ndryshme, edhe me një mentalitet të ndryshe, kështu që në këtë kuadër nuk mbet një ashtësiu dhe do të doja edhe prej njohjes se ju uroja shumë sukses. Një problematikë regjistrimet, çështjet administrative është një nga mangësitë që ne e ndëshim sa herë që organizata dojnë sikur edhe me ndryshu një adresë. Një takime të organizume që duhet bëjnë deputet me sektorin e organizatave duhet të ekzistojnë se nuk kanë ekzistuar. Ma përpara them që i ka ardhur koha me ndryshu pak. Ne prezantojmë një ndryshim të qytetit apo të komplet çështjes që sot Shkodra ishte e braktisur deri dje. Po merr disa zhvillime, po merr disa investime ku i mungunin dje. Edhe unë me kokën lart gjithkund sot mundem i thonë që hajde ti zgjasim këta investime, ti përfundojmë pse jo, sepse nuk dona me bë prap Shkodrën viktim politik, por edhe e kam gjetë vedin si një njerëz që e du punën, edhe ky mision me përshtat prap me punën. Kështu që politika është faktor, po jo domosdoshmërisht me gen politikan, që unë me vazhdu një mision që unë kam nisë. Drejtues të organizatave pjesëmarrëse vlerësuan këtë takim si një hap pozitiv dhe një mundësi konkrete për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe shoqërisë civile në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe rritjes së transparencës vendore. Mbështetja jonë për shoqërinë civile është e palëkundur. Vetëm së bashku mund të ndërtojmë një Shkodër më të mirë për të gjithë, u shpreh Lesha gjatë këtij takimi.